Ky vit 2026 është vendimtar për procesin e negociatave të vendit me Bashkimin Evropian dhe për kryeministrin Edi Rama nevojitet më shumë koordinim, pasi sipas tij, procesi do të vijë duke u vështirësuar. Ky proces është një proces që do të vijë duke u vështirësuar jo më vit pas viti, po muaj pas muaj, pasi kemi të bëjmë me një volum legislativ që kur më parë nuk ka kaluar filtrin vendimarrës të Republikës së Shqipërisë nga konsultimi publik tek qeveria dhe pastaj tek parlamenti. Një përgjigje shefi i ekzekutivit dha për opozitën në lidhje me pezullimin e vizave të emigracionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 21 janar për një periudhë të pacaktuar. Jo vizave për në Amerikë, po leve të qëndrimit në Amerikë për punë. Pasi për këtë kategori vëndesh kanë vënë re fenomenin e marrjes vizës për turizëm, marrjes vizës për biznes dhe pastaj të mos respektimit të afateve, por të qëndrimit atje për të filluar një punë. Dhe kjo është diçka që shkon në linjën krejt normale të politikës së re të presidentit Trump dhe që nuk ka pikën e lidhjes me të gjitha ato që u thanë nga ata që hidhen përpjet. Në podcastin Flasim, kreu i qeverisë u ndal dhe tek energjia dhe bashkëpunimi me Emiratet dhe fqinjin përtej Adriatikut italin, por edhe në ndërtimin e projektit të parkut të energjisë së rinovueshme me erë në Tropoj. Kam bindjen se në një kohë 12 muaj punë pa llogaritur periudhat kur dimri është realisht në fazën që e bën të pamundur punën normale në terren, ne do të kemi parkun me energji të erës që do të hyjë në rrjetin e prodhimit ton kombëtar dhe do të bëj që në këtë mënyrë Shqipëria të thellojë diversifikimin e portofolit vet energjetik. Projekti për ndërtimin e parkut të energjisë së rinovueshme me erë në Tropoj pritet të thellojë diversifikimin e portofolit energjetik të vendit, ndërkohë që ky projekt do të ketë një kapacitet prodhimi 600 megawatt.